ta janë duke përdorur Izraelin për interesat e tyre. Izraeli është thjesht një kartë që lobi sionist në Shtetet Bashkuara të Amerikës po e përdor për interesat e veta dhe për asgjë tjetër. Thjesht është një qenë që e kanë lëshuar kështu për të nxitur ndërhyrjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po e përdorin për të markohë. Edhe kjo që ka deklaruar tashmë dje, o sot që juve thatë, është thjesht për të markohë për arsye se të gjitha seteve amerikane që ka urdhëruar presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës si komandanti i forcave martore të lëvizen dhe të grumbullohen në lindjen e mesme, pra në Gjirin Persik, ju duhet diku të rreth 98 deri në 120 orë që të vendosen në pozicionet që sipas planit të luftës, sepse janë rrugës akoma dhe nuk kanë dhe po serdhen të gjitha. Sa plani lufta, ke fjalën vetëm për bombardime apo edhe ground troops? Jo, nuk ka trupa, është vetëm një plani që llogaritet, pra duke qenë se janë përfshirë diku të rreth 250 avion sulmus, luftarak, 6 aviona VAX, është 3 aeroplan mbajtëse me gjithë anijet e tyre shoqëruese dhe me gjithë nëndeset që i shoqërojnë, dhe secila prej tyre mban diku të rreth 70 deri 90 Tomahawk, pra raketa Tomahawk, e gjithë ky është një plan për një sulm ajror i njëjtë me planin e sulmit ajror që dhe është e njëjta sasi dhe e njëjta sasi armatimit. Jo, nuk është farosës. 250 aeroplan amerikanë, 200 Izraelit me 450, do kjo është një flotë ajrore. Po nuk llogaritet ashtu. Si llogaritet, na e thuaj. Dhe e gjitha kjo është sasia që u përdor kur u sulmoi Irakun 2003. Pra, të njëjtën sasi të sulmit, pra të këtyre forcave ajrore, u përdor në atë kohë. Pra e njëjta gjë, pra të tërë këto aeroplan mbajtëse bojnë biles, ajo çfarë është më interesante është këtë radhë, po vjen edhe aeroplan mbajtëse Nimit, secila është parashikuar që vitin që vjen 2026 të dalë nga përdorimi. Pra është aeroplan mbajtëse më e vjetër që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është parë si dyshim që mund të përdoret si një arsye, pra që të bëjnë izraelitët mund të bëjnë ndonjë nga këto sulmet e tyre që janë këto fake për të ta fundosin. Absolutisht, për ta sulmuar dhe thonë që e sulmoi Irani dhe sepse është anije e cila vitin që vjen del nga përdorimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra do shkojë ose për muze ose do dekomisionohet totalisht. Pra është jashtë kësaj. Dalim konspiracion se nuk e din tani. Po, jo, dakor, analiza është një vlerë shtuar e emisionit. I duhet koha 3 deri 4 ditë që të gjitha këto të vinë. Për shembull sot në drek. Pra Trumpi është pjesë e lojës. Absolutisht, sot në drek edhe aeroplan mbajtëse, edhe aeroplan mbajtëse angleze. Se realisht po kërkon negociat. Jo, edhe aeroplan mbajtëse angleze, Queen Elizabeth, sot në drek ka kaluar kanalin e Suezit dhe asaj duhet 2 ditë që të vitë deri poshtë në Gjirin Persik. Pra i duhet kohë gjithë këtyre aseteve ushtarake të vendosen në pozicion. Shumë i qartë.